Ka vijuar dëshmi në GJKK bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani për dosjen plumbi i artë, ku kanë nxjerrë në pa detaje nga episode të ndryshme nga ngjarjet kriminale të zhvilluara më parë. Procesi është në fazën e pyetjeve që ushtrohen nga avokatët për Dumanin, lidhur me episode të ndryshme. I pyetur nga avokatja Ilda Zotaj nëse ka dhënë deklarime në policinë e Elbasanit kur është arrestuar, ai është shprehur se nuk ju ka kthyer përgjigje atyre që i cilëson si të korruptuar. Dumani u shpreh gjithashtu se kur u arrestua e dërguan në spitalin e Fierit pasi ishte i plagosur. Më pas e drejtuan drejt spitalit ushtarak në Tiranë, ku kanë shkuar për të atakuar dy zyrtarët policorë, Ardian Qipa dhe Tonin Vocaj, si dhe prokurori Krishnik Ayazi. Mëtej Dumani ka dhënë detaje edhe për planin për vrasjen e Elton Kiles në Elbasan, i cili njihet me pseudonimin Oti Elbasanit. Ai zbuloi gjithashtu se si një shef krimesh në Elbasan i jepte informacione për Talo Çelën. Zyrtarin policor ja ka prezantuar Henrik Hoxha dhe ai kërkonte 10.000 euro në muaj për informacione. Suel Çela ishte interesuar për vrasjen e Oti Kiles. Ditën e ngjarjes isha vetëm në makinë kur u qellova, isha shofer. Më qelluan nga mbrapa, më pas ula tek sedilja e pasagjerit në makinën X5 kur u plagosa. Oti Kilën e njihja personalisht, kam ndenjur me atë bashkë me vëllain tim. I kemi shitur një makinë dhe i kemi blerë një makinë. Në të njëjtat ditë u bëshit blerja. Në vitin 2019, një shef krimesh në Elbasan që Henrik Hoxha e kishte shok me jepte informacione për Talo Çelën. Shefin ma prezantoi Henriku, ai kërkonte 10.000 euro në muaj. Një ditë para ngjarjes bleva një Kalashnikov dhe silenciator në Fier. Sander Baho më njohu me shicin. Ditën e ngjarjes kisha mitroloz me 200 fishek dhe një kallash. Mitrolozin ma dha djali i xhaxhait tim. Makinën për ngjarjen e bleva rreth 5 deri në 6.000 euro. Më thanë që ishte e vjedhur në Greqi, por nuk e di, është shprehur Dumani në sallën e gjyqit.